Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin tim Rrëfi me Jete për të komentuar edhe një herë dhe për të dhënë detajet më të fundit pranë jush se çfarë në fakt ndodhi sot në Tiranë dhe çfarë konkretisht ndodhi me vajzën Gjuana Nikoli, 25 vjeçare, e cila u vetvra me fotoksin dhe dyshimet janë që ka qenë e akuzuar në një farë mënyre nga i dashuri i saj, nga dhuna, nga presioni që ai ja ka bërë jo nga i dashuri, por nga bashkëshorti, sepse kanë qenë të martuar, edhe pse të rinë në moshë, kanë qenë të martuar. Ngjarja tragjike e cila ka tronditur opinionin publik ditën e djeshme, pasi një vajzë e re ka humbur jetën në QSUT, pasi dyshohet se kishte konsumuar fotoksin. Viktima e identifikuar si Gjuana Nikoli, 25 vjeç, është transportuar me urgjencë në spital në gjendje të rëndë psikologjike. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve për ta mbajtur në jetë, ajo nuk ka mundur që t'i mbijetojë helmimit. Për momentin, rrethanat e plota të kësaj ngjarje të rëndë mbeten ende të paqarta. Burime jo zyrtare bëjnë me dije se e reja, e cila ishte e martuar në verë, po përballej me një periudhë të vështirë në jetën personale dhe dyshohet se mes saj dhe partnerit kishte pasur konflikte. E ka rrahur i zhburi, ka qenë të martuar dhe ai e ka përndjekur, dhunuar dhe pinte dhe nuk punonte. E ka nxjerrë nëna e djalit nga shtëpia dhe janë ndarë që të dy. Vajza në fjalë, jetonte në Lezhë, por pas ndarjes iku në Tiranë dhe ai ka shkuar atje dhe e ka dhunuar vazhdimisht, si fizikisht, ashtu edhe psikologjikisht. Që kur kanë qenë të martuar, që ta sqarojmë si ngjarje, bashkëshorti e ka rrahur pafund, e ka maltretuar, e ka tronditur psikologjikisht Gjuanën. Gjithashtu edhe kur janë ndarë, që vjera e ka hequr nga shtëpia, ndoshta me pretekstin për ta mbrojtur nusen e saj, edhe kur janë ndarë, ai e ka bërë po të njëjtën gjë, ka ushtruar dhunë të madhe psikologjike dhe dhunë të madhe fizike mbi Gjuanën. Edhe gjatë kohës kur Gjuana ka udhëtuar nga Lezhë në Tiranë, bëhet fjalë për një çift që sapo kanë qenë të martuar, të cilët kanë qenë të rinë në vite, 25 vjeç ka qenë vajza, djali mund të ketë qenë 26, djali nuk ka qenë një njeri punëtor, nuk është marrë me punë, ka qenë njeri shumë i lëvizshëm. Tani, ndërkohë miqtë dhe të afërmit e përshkruajnë Gjuanën si një vajzë të dashur, të brishtë dhe me zemër jashtëzakonisht të mirë. Ata hedhin poshtë pretendimet se e reja ishte martuar për para, sepse dyshimet kanë qenë që Gjuana mund të jetë martuar për para, se nga që ka qenë djali në fjalë një familje e pasur, pasi sipas tyre ajo ndoqi zemrën dhe u martua me dashurinë e parë të gjimnazit. Një djalë normal si gjithë të tjerët, por dhunues dhe me shpirtëzi. Marrëdhënia e tyre ka qenë që në shkollën e mesme e ka nisur të dy dashurinë. Gjuana jo vetëm që ishte një vajzë më e bukura e Lezhës, por ishte me të vërtet një shpirt njeriu, e brishtë, e dashur dhe tepër e zgjuar dhe e padjallëzuar. Shoh se si po flitet e po gjykohet veprimi i saj kur askush nuk e di se si ishte halli i saj. Shoh se si po gjykohen motrat edhe nëna e vajzës kur ne se dim çfarë ka ndodhur. Shoh që po gjykojnë vajzën se ishte e bukur automatikisht, ishte një vajzë që shkonte pas lekëve. Ndërkohë që partneri i saj ishte dashuria e parë që nga gjimnazi dhe nuk ishte as i pasur, as me pozitë të mirë si personale si ashtu edhe familjare. Ai është thjesht një monster si shumica e të tjerëve që luftojnë me shpirt kur s'kan asnjë gjë, ndërkohë që kanë fatin të kenë për krah një njeri të përkryer që kur arrin t'i bëjnë për vete ju humb vlera dhe i trajtojnë në fakt si lecka. Më trondit se janë dëshmit se e reja ishte shtatzën dhe ky lajm është marrë vesh nga familjarët e saj në morgun e Tiranës. Momentalisht thuhet se ish bashorti i saj, Epik F nga Lezhë, është ndaluar nga forcat e policisë dhe ndodhet
ndodhet në burg, por kjo mbetet ende pa konfirmuar pasi policia vijon ende hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e kësaj tragjedie. Më thënë, besoj që arritët ta kuptoni, Gjuana ka qenë 7 zëne, do me thënë ka pirë fotoksin, në kuptojnë që i është mërzitur jeta, do me thënë bëhet fjalë për një çift të cilët kanë qenë të lidhur që në shkollën e mesme. Gjuana e ka dashur djalin në fjalë, do me thënë djali në fjalë tashmë është evidentuar që ka ushtruar dhunë fizike, ka ushtruar presion, ka ushtruar kërcënim, ka ushtruar dhunë psikologjike kundër drejt të Gjuanës. Çifti ka jetuar në Lezhë, do me thënë nuk ka jetuar në Tiranë, por nga fakti që Gjuana ka marrë non-stop kërcënime nga i dashuri i saj, familja në fjalë, do me thënë familja e djalit, Vjera, është detyruar që ta nxjerrën Gjuanën nga shtëpia dhe Gjuana ka ikur që të jetojë në Tiranë. Gjatë kohës kur Gjuana ka ikur të jetojë në Tiranë, do me thënë që në gusht deri më tani Gjuana nuk është konfirmuar se sa muajshe shtatzën ka qenë, por normalisht që mund të ketë qenë në 4 mujorshin e parë, Gjuana ka vazhduar që të jetë e përndjekur nga ky djali i cili do me thënë nënkuptohet nuk ka dashur që të ndahet nga Gjuana, por ka dashur që gjithmonë të vazhdon duke ushtruar dhunë psikologjike, dhunë fizike, dhunë shpirtërore tek Gjuana. Në fakt, më vjen shumë keq se çfarë njeriu duhet të jesh, që një nënës 7 zënë, në fakt që është fëmia jote ai, nuk është fëmia i tjetër kujt, të t'ja ushtrosh të gjithë këtë dhunë, t'ja ushtrosh të gjithë këtë presion dhe ta bësh që do me thënë të urren dhe të merr inat veten e saj. Unë e di që drejtësia këtu do vëj dorë dhe do funksionojë ndoshta për herë të parë në Shqipëri. Do me thënë nuk kemi humbur një njeri, kemi humbur 2 shpirtra, kemi humbur 2 jetë, që jeta është shumë e rëndësishme dhe shumë e bukur dhe e shoh do me thënë që vajzat shqiptare janë në presion sepse kalojnë vështirësi në jetë, kalojnë dhunën, kalojnë tmerrin dhe nuk mund të ndahen nga fjalët që po flitet. Dhe dini çfarë është më e keqja e të keqes në këtë pikë të ngjarjes, sepse shqiptarët tani merren se e ka faj nëna, e ka fajin vajza. Më së shumti se i dhimbset asaj nëne që e ka humbur të bien e saj dhe që ka humbur atë me laqe të vogël në barkun e saj, nuk i dhimbset njeriu tjetër. Dhe kështu që unë mendoj që ne duhet ta sjellim rastin dhe ta trajtojmë rastin ashtu siç është. Besoj që policia do të bën publike edhe deklaratat e djalit në fjalë, i cili deri më tani ka qenë i arratisur, por siç duket domethënë forcat e pas kanë arrestuar për të kuptuar se pse ka ushtruar të gjithën këtë dhunë kundër drejt Gjuanës, ka qenë ndikimi i shoqërisë, sepse kemi të bëjmë me një djalë i cili siç duket akoma ka qenë i papjekur, apo cila ka qenë arsyeja që ngjarja ka ardhur deri në këtë nivel. Domethënë Gjuana ka qenë shtatzën.